vjen Aisha gjithmonë pas Khadijës. Aisha ka thonë nga burrat, ka thonë Iyati, pra Ebu Bekri. Po pastaj ka thonë pastaj Umeri, thot, dhe ka nis dhe ka numru emrat ndryshëm. Ka përmendur dhe emrat tjerë, me patjetër, domethënë i ka përmendur me radhë. Pra Umeri radiallahu anhu në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ashtu sikur se përmendëm disa detaje për të kompletuar panoramën e jetës së tij, Umeri radiallahu anhu ishte ai personi i cili e thonte atë që mendonte, dhe kjo është më kryesorja. Ta thuash dhe të dish se si ta thuash. E thonte atë që mendonte, por gëzonte një sinqeritet shumë të madh kur e thonte diçka. Allahu shpëlbej. Gëzonte një sinqeritet shumë të madh kur e thonte diçka. Normalisht që ky lloj sinqeriteti dominonte tek gjithë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, por po flasim për personazhin në fjalë. E thonte atë që mendonte dhe dinte se si e thonte, pra zgjidhte edhe mënyrën se si ta thonte atë. Vim në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, Umeri është shtylla më e fortë e pushtetit të Ebu Bekrit. Ai sa kemi domethënë transmetime të ndryshme ku shton nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk pa e marrim vesh sundimtari është Ebu Bekri apo është Umeri. Këta njerëz nuk jetonin për sundim, nuk jetonin për pushtet. Këta jetonin për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe duke qenë se jetonin si të tillë, nuk e kishin problem se kujt do t'i dilte emri. Në zgjedhjen e Ebu Bekrit kemi thënë që Umeri radiallahu anhu është shkaktari kryesor. Në qëndrime të ndryshme është mbështetësi kryesor që ka patur Ebu Bekri radiallahu anhu. Vim tek pjesa e pushtetit. E përmendëm dhe në vdekjen e Ebu Bekrit se Ebu Bekri do të ishte ai i cili propozon emrin e Umerit radiallahu anhu. Fillimisht konsultohet me Abdurrahman ibn Aufin, një ndër 10 përgëzuarit me xhennet, konsultohet me Uthman ibn Affanin, një ndër 10 përgëzuarit me xhennet, konsultohet me Usaid ibn Hudayr dhe del në konkluzionin ato që mendonte pikërisht për Ebu Bekri, për Umerin, që ai meriton të jetë pasardhësi i Ebu Bekrit. Normalisht që Umeri e ka refuzuar me të fortë diçka të tillë, por nuk u pranua diçka e tillë nga Ebu Bekri radiallahu anhu. Ndron jetë Ebu Bekri, Uthman ibn Affan i lexon vasijetin, testamentin e Ebu Bekrit, që ngarkon pikërisht Umerin radiallahu anhu për të qenë khalif ose prijes i besimtarëve. Fjala e parë e Umar ibn al-Khattabit. Dhe nga këtu ti merr se kush do të ishte ky zotni në pushtet. Umar ibn al-Khattabi, domethënë fjalimi i parë dhe gjithmonë ka pas qenë majt domethënë në xhami. Në xhami. Pra i pari i vendit ishte fjalimin e tij, jo të parë, po për xhumë edhe vazhdimisht, vetëm kur ngarkonte ai dikë, fjalimet ishin të tija në xhami. Dhe mban fjalimin e tij të parë. Pra kuptohet që hutbja nuk është vetëm hutbja e xumas, ose hutbja e bajrameve që jemi mësuar ne, ose hutbja e namazit e eklipsit. Ka hutbe plot. Ndaj një prej këtyre hutbeve, domethënë ose fjalimeve, ishte edhe fjalimi i parë i zgjedhjes së Omerit radhiyallahu anhu. Shikoni të nderuarit e mi se si e nis. Pasi falenderon Allahun dhe çon salavat mbi pejgamberin alayhi salatu wasalam, dërgon atë që quhet at-taraddi ose lutet për rizanë e Allahut për Ebu Bekrin, nis dhe thot: Juve ju ka sprovu Allahu me mua dhe mua më ka sprovu Allahu me ju. Nga këtu domethënë ta ka dhënë komplet vizion se kush do të jetë ky zotni. Pra ju jeni të sprovuar me mua, por unë jam i sprovuar me ju. Dhe është nisur, thot, dhe është lutur që o Allah më zbut. Më zbut sepse kishte frikë, domethënë atë ashpërsinë e tij mos përkthej ndryshe, dhe njerëzit e kanë pas frikë diçka të tillë në fillim. E kishin frikë. Mirë, ndodhi e kundërta. Dhe kjo pjesa që është lutur, këtë duhet ta kemi në jetë vëllezër, se këto mësime duhet marrim.
Jo thjesht se po dëgjojmë histori apo informacione të bukura, jo. Por çfarë të ndryshojmë në praktikën tonë? Ti e shef që diçka tek ty nuk shkon. Për te i përpjekjes që duhet bësh, që është mëse normale, të paktën përpjekja e parë është ti lutesh Allahu xhelle xhelalu, mos ta anashkalosh. Pra dikush e dim për shembull që nxehet. Lutë Allahun, puno për diçka të tillë, po lutë Allahun, o Zot më largo. O Zot më largo nxitimin. O Zot më largo menjëmallësinë, kryenërsinë. Sepse po nuk punove për to, rujna Allah je duke punu për xhehenemin. Pra ku çon ai veprim, çon i zven. Ndaj dhe Umeri radhiyallahu anhu gjëja e parë u lut, o Allah, më pajis me butësi, më pajis me drejtësi. Pejgamberi alayhis salatu wassalam për treguar vendosmërinë e zotnisë së nderuar Umerit radhiyallahu anhu na ka thënë që shejtani merr rrugë tjetër kur Umeri merr një rrugë. Pra dhe shejtani ndron rrugën. Imagjinoni se çfarë vendosmërie ka ky zotni i nderuar. Që dhe shejtani thot ndro rrugën, sepse është tepër i vendosur, është tepër i prerë. Mirë po në faktin që është tepër i prerë, Umeri nuk është ai tipi që i themin e ndryshe allçak, pra kokë krisur. Por është ai tipi, domethënë që ka një arsyetim se pse e thot diçka apo pse e vepron një diçka të tillë. Gjithmonë ka patur arsyetim, duke nisur qëndrimet e ndryshme në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, qëndrimet në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Në çdo herë domethënë ka patur një qëndrim, por ka patur arsyetim mbi të gjitha. Kjo do të ishte hutbja e parë e Umerit dhe përmbledhur, që ju jeni të sprovuar me mua dhe unë jam i sprovuar me ju. Gjithse i cili duhet punoj për drejtësinë. Umeri radhiyallahu anhu ajo çfarë ka karakterizuar në jetën e tij, ka qenë fakti se ka qenë shumë asket në dynjallik. Pra asket është personi i cili jo vetëm që nuk është i dhënë pas dynjaje ose pas diçkaje, por dhe refuzon atë. Dhe sapo ka marrë pushtetin, Umeri radhiyallahu anhu ndër gjërat e para, domethënë që ka thënë mësimin, sepse gjithmonë njeriu domethënë kur merr një post, kur ka një post cili do qoftë ai, duhet kujdeset për veprimet, për fjalët, nuk je më një njeri normal. Arsyeja sepse tjetri merr qëndrimin tënd nëpërmjet asaj që ti thua. Dhe Umeri radhiyallahu anhu teksa kalonte në rrugë me shokët e tij, pra një ngordhësire, u thot, kjo është dynjaja pas cilës endeni ju, dhe unë e shoh si një ngordhësirë. E tregoi vizionin e tij të qartë. Jetonte me mirësitë e Allahut subhanahu wa taala, por jetonte pa e tepruar. Një ditë prej ditësh kish një shërbëtor të tij, i cili ndër të tjera i milte deven, domethënë, dhe e kam cilësuar dhe herë të tjera që jemi në kohën e skleverëve dhe e themi me respekt të pjesën, domethënë, një shërbëtor, se zakonisht këta ishin sklever. Dhe i milte deven Umerit dhe normalisht i servirte qumshin, i shërbente qumshin. Thot kur ja solli qumshin në ditë, pasi e piu Umeri, domethënë, i tha s'qen nga qumshi i deves time. Nuk qen nga qumshi i deves time. I thotë jo vallai, vetë nuk është qumshi i deves, është e vërtetë nuk është i deves tënde. Mundesh me dallu, domethënë. Pra, ke lop, mundesh të dallosh në yndyrë, domethënë se a është i trash apo jo. Por zakonisht arabët, domethënë, qumshin e kanë pas pi pa e zi. Sidomos sa e milnin prej bagtis, sa e milnin, ashtu të nxehtë, pra siç kish dalë prej gjive të bagtis, ashtu e pinin. Kush mundet me dallu? Në tjetë sa do i zodi, domethënë, me kafshët, si ta dallojsh? S'qeka i bagtis time. Jo vallai, ai thot, të kërkoj ndjes, po viçi i deves kish shpëtu dhe e kish pi ai, domethënë. Thotë dhe me thonë drejtën, thot, mola deven e shtetit, që është prona e shtetit.
mola deve në shtetit. Ndjeva dhe se merdi qumshi i idhët, tuk merdi i mirë. Valë, pse ndjente qumshin e tij Umeri? Valë, pse sot nuk po e diferencojmë rujnë e Zot haramin? Po sepse ai jetonte me atë marak. Pushtetin nuk e kishte për vete. Pushtetin e konsideronte domethënë si një përgjegjësi, jo privilegj, por përgjegjësi. Thotë ndjeva një diçka të tillë. Dije vllai im, se pasha Allahun edhe ti edhe unë, kur ta kemi marak një diçka të tillë, ka për ta mundsuar Allahu edhe ti do të jesh larg. Pra Umeri radhiyallahu anhu jetonte me këtë lloj zuhdi, me këtë lloj asketizmi, ka shi dunjallikut. Pse zgjedhte Umeri të kishte një jetë vështirë, thon ndryshe? Jo jetë vështirë, por ashtu i kisha ardhur jeta. Domethënë ai që ofronte jeta për të ardhura, dhe Umeri radhiyallahu anhu zgjedhte të pajtohej me rrezikun e Allahut subhanahu wa taala. Pra pse zgjedhte të bëjte një jetë të mundimshme, një jetë vështirë, ndërkohë që kishte mundësi të bënte një jetë komplet ndryshe. Kjo për vetë faktin, kjo për vetë arsyen se Umeri e shijonte atë që jetonte. Tregohet se një zotni nga Azerbajxhani kish ardhur tek Umeri si korrier. Thot mbritën në xhami para namazit sabahut. Dhe gjet aty një zotni, nuk e njihje. Dhe po i njëjti të cilin e pashën në xhami para namazit sabahut, ishte personi i cili priu në namazin e sabahut. Dhe zakonisht domethënë, sepse prirja në namaz është institucion. Nuk është krijuar ajo ideja domethënë shiko, ky është i ditur, ka dije, tamaj dije nga shtëpia vetë dhe ta gëzoi. Imamlliku është institucion. Ai që është emëruar dhe atë që ai lën vend vet. Ka lidhje se kush vjen pas tij. Mund të jetë i ditshëm i gjithë dynjas, le të jetë. Qoftë me jetë. Duhet vërtetoj diturinë, të rrihet ku ka vendin e ka mrapa. Dhe zakonisht është i pari i shtetit ai që ta anullon. Vetëm i pari i shtetit në çdo situatë, i pari i vendit, domethënë në çdo situatë, qit mrapa, me që ende imam, del atje para, qit mrapa. O Zot, na mundësot të shohim ditë të tilla. Se vallai po dalim jo në fund xhamis, po për jashtë xhamis komplet. Vetëm ti shohim një herë ato ditë. Të gëzohemi një herë me ato ditë. Ka gjot pa mundme për Allah. Inshallah, Allah na mundësot të shohim. Na qisin një herë për jashtë, po të na qisin për jashtë për dal përpara me pri. Jo të na qisin për jashtë për na vu Chelsea. Rryna Allah. Thonë dhe pasi përfundoi namazi, ky zotnia domethënë shifte që ku që ka i pari vendit për shembull. Dhe u largu, imami u largu, pra. S'kishte për të ne aty vazhdimisht. Dhe pyet dikon, thotë, a nuk del Umeri në xhami? Po pse thotë kush ta fali namazin ty? Se di, thotë. Po ky thotë ishte Umeri. Thotë po këtë e kam pa para sabahut në xhami. Nuk e di unë se kur e ke pati para sabahut apo më sabah, po ky ishte Umeri. Po ku e ka shtëpinë filan vend? Dhe shkoi thotë tek shtëpia e Umerit radhiyallahu anhu, thotë nuk pash thotë aty rojtar, bodyguard siç i themi ne. Sot njerëzit më arriti status shumë të vogël në jetë, o prestigji më vëllezën. Makinën duhet me pas ndryshe. Kostumin duhet me pas ndryshe. Reputacionin popull duhet me pas gjitha ndryshe, është prestigji, jo nuk ka një gjë kjo. Të janë përzgjedhje personale. Kurse Umeri ishte Umer më dha. Pyeste Umeri për prestigjin tat. Hapi derën vet, urdhna, kam ardhot nga valiu i Azerbajxhanit, zonave të Azerbajxhanit. Bujro, fullu shtëpi. I thot gruas, thot, jetonin dhe kohë vështira aso kohën në Medinë.
ishin quhet ky viti i Zis, në kohën e Umerit ka pas një vit që u quante viti i Zis, do të përmendë një ndodhi tjetër, një ngjarje tjetër me Umerin për këtë. I thot gruas vet, thot kam mik, më ka ardhur mik, domethënë përgatit diçka. Imagjino ke shku i pari jo i një shteti do si do, po i një shteti që ka thyer 2 perandoritë e botës në atë kohë. Ka thyer persët, ka thyer dhe bizantinët. Dhe ti shkon, ti pret i herë që të shkosh në pallat, ti jeni pallat mbretëror. Ajo është një shtëpi tepër modeste. Një shtëpi që nuk ruhet dhe pret tani çfarë ushqimi do të serviret. Çfarë me pa? Bukë, vajullini, krip. Hapsytej. Ç'është kjo? Thot, mikun e presim me gjonat më të mira që kemi. Thot, ç'është kjo? Do të më thënë drejtën, do të thënë kripën e kemi për mikun, se për vete vetëm vajin e ullinit kemi vazhdimisht. Do të thënë këtë e kam lënë për mikun, e ruaj për mikun. Dhe pasi e konsumojnë atë mëngjesin së bashku, vallai të vjen turp ka herë me i tregu këto gjona vëllezër, për atë Allah. Të vjen turp me i tregu. Po nuk i kanë arrit gradët që i kanë arrit, nuk i kanë arrit kot për atë Zot. Nuk i kanë arrit kot. I kanë arrit me mund, me sakrificë. Thot pasi përfundojnë, thot pa shtot filani atje. Mirë, thot ka dërguar dhe i dhuratë, domethënë ty. Çfarë ishte dhurata? Ishte një lloj ëmbëlsire që u bëjte vetëm për mbretër. Thot Umerit ka dërguar dhe këtë dhuratën. Po a gjithë muslimanëve thot u ka çu gjithë muslimanëve të Medinës? Po jo, thot ai, ç'është gjithë muslimanëve? Kjo bëhet vetëm për personalitetet veçanta. Po a do me më provoku mua ai apo si e ka hallin? Do thënë për çfarë e ka bë? Mere këtë thot se nuk ka nevojë Umeri për tilla ushqime, po çoje në xhami atje ku janë nevojtarët, pastrehet se janë të pangrën, çoje të hanë ato. Dhe ashtu ndodhi. Po në këtë që quhet ndryshe viti i Zis, se kuptohet se Umeri nuk ka, domethënë mos mendoni se ka jetuar vazhdimisht kështu. Thash ky ishte viti i Zis. Dhe në vitin e Zis ku njerëzit filluan të hanin lëkurat e deveve që i ruanin, domethënë të rregjura. Pra siç përdorim ne për shembull lëkurën e deles, që e kemi rregjë dhe për dikur e përdornim, se sot përdor më kush, ë? Edhe lëkurat e deves, u rregjtë dhe e përdornin. Filluan të hanin në vëllezër se s'kishin çfarë të hanin më. Quhet viti i Zis, filluan duke vdek njerëzit zi. Umeri për nga natyra ka qenë bardhosh. Pra shu e kish kriju Allahu xhelal xhelalu bardhosh. Thot dhe ai shumë e konsumoi vajin e ullirit në atë vit, vetëm vaj ulliri hante, sa mori ngjyrën e vajit ullirit. Dhe i biri e dinte që baba i tij preferonte shumë ato që i themi ndryshe në pulastrenit, pra pul fshati, domethënë me qull. Thot ndaj shkojnë një fshat Medinës, edhe i bleu 2 pula. Në gjonëm atëherë s'kishe pul fshati e pul qyteti, se shqyqyrë zotë s'kishe pulari. Kishe me pulari atëherë. Dhe njerëzit do më thonë jetojshin vetëm bio, jetojshin natyrshëm. Dhe thret jatin, thotë o babë, thotë thritin e ja 3-4 vetë, ju kam thret për drejk. Allahu të shpërblev, thotë. Abdullah ibn Umeri. Thot kur shkum, ose kur erdhi baba tek shtëpia, jo kur shkum, po kur erdhi baba tek shtëpia, duke hyrë në shtëpi, era e mirë. Thot si era pul, thot po m'duket, Umeri domethënë. Hajde bab, thot hajde futu. Pas e gatuan i komshi, Umeri prapë kupto, pas e gatuan i komshi thot pul. Thot kur ulën solli ushqimin, pra që kish gatuar. Ç'është kjo thot Abdullah? Vallai bab thot i gjeta 1-2 pula filan vend, edhe i kam gatuar për ju. Allahu shpërblet. Merri të shik këto, se njerëzit jetonin vujtje, kupton. Merri tani këto, çojnë xhami, ke njerëzit e pastre, më të lodhmit, domethënë, më të munumit,
e në silli babës ti vajullinin e krip, si që servirin për miq. Thotë baba, po mirë ty, po këto thotë janë miqtë e mi. Këto zotnit me të cilët unë kam ardhur, janë miqtë e mi. Miqtë e mi nuk të paragjykojnë. Nuk është mik ai i cili shef që ke vu në sofër. Miku shef ai ke vu në sofër zemrën. Atë shef miku. Jo që ke vu aty. Që në siga se çfarë do të ham. Kanë pas një adet, kanë pas një zakon arabët dikur, është e vërtet kjo. Që kur bonin dasëm, edhe sot e kanë. Ka shku në njonin e i herë ndasëm pa ftu. E konceptot dot. Mu që më shifni tu disa herë kam shku në dasëm pa ftesë. Pra, më merrte dikush, dhe unë habit që, o vlla, ora tjetër ka po llogarinë vetëm, se ishte dasëm me hangër, jo do më thonë në shku më uru. Ora nuk më ka thirr. S'ka gale, jo. Tham çfarë të ketë ushqim aty. Dhe dikur kur i bëjshin këto dasmat arabët, zakonisht domethënë, thotë kur shifnin që kishte miq shumë, pra ishin kyçoj, domethënë që nuk ishin të ftuar ose nuk ishin ftuar, thotë miqve të shtëpisë, ato që ishin miq shtëpie, kur i jepnin bukën, se zakonisht i jepnin bukë me mish. Thjesht me vlla, pas sultanetet mëdha, lirshëm. Por po hëngër mishin i ke hëngër gjitha se ato jeshilligjet i ka hëngër vetë baktia. Po të vunin mishin, ka hëngër vetë jeshilligjet. Sot të fryni herë me ato jeshilligjet, e thot hajet tjetë në atë baktim. Që të hajsh më? Jeshillik ajo, jeshillik tjetë, bëhë shkret jeshillik, vegetarian. Dhe thot, i mushin bukë me mish, do më thonë mrena. Kurse kur ishin miqt e shtëpisë, kur nuk kishte mish më, ose e shifte që s'kishte mish mjaftueshëm, i fuste ke bukë mrena. Thot kur thojte ne, çka ke bëmë, se më ke fut bukë, më fal, se kujtova se të kam mik shtëpie. Kujtova se të kam mik shtëpie. Por sepse miku është ai që s'ka mik. Dhe Omeri thot, biri thot, këto janë miqtë e mi. Mos vrit mendjen për miqtë e mi ti. Bjerë atë që thot baba ty këtë çoje atje. Nuk ka vdekurie, vallahi nuk ka vdekurie Omeri. Kur nga Egjipti mbriti mbështetja në ushqime që i kishte kërkuar Amr ibn al-As, radiyallahu anhum jami'an, thot nuk ka flet gjuhë në të natë derisa i ka shpërndar njerëz të gjithë, dhe kur dikush i thotë që Omer, po ballar se e bëjmë ne pjesën tjetër, e bëjmë ne. Thonë ta ma merrni ju barrën para Allahu xhelle xhelalu apo jo? Po ma morët barrën para Allahut, rregull. Shikoni domethënë sepse kemi krijuar të konceptin për Omerin, ai njeriu i ashpër, ai njeriu i vrazhd, besoj gjithë pa përjashtim e kemi krijuar këtë lloj koncepti, nga vetë fakti se përcjellim qëndrueshmërinë, vendosmërinë, apo herë dhe mprehtësinë e Omerit që është i ndarë në çështje. Duke krijuar një koncept të tillë për këtë, të vjen ana tjetër. Pra shiko se si ishte ky zotni. Drejtësia, zbatimi i drejtësisë ishte motoja e tij. Ju lut Allahu xhenne xhelalu tha o Zot, ma zbut zemrën, për sepse kishte frikë se mos vrasësia domethënë e sundon. O Zot, ma zbut zemrën. Sigur se do ta përmendim edhe në vdekjen e tij, ashtu sikur se Abu Bekri nuk la gjë, dhe Umeri më nuk la asgjë. Ku i la pasuritë që kishte mbledh nga pushteti? 10 pushtet. Profeti alayhis salam thotë khilafetun nubuwa ose sundimi profetik është 30 vite. 2 vite e gjysmë Abu Bekri, 10 vite Umeri, 12 Uthmani radhiyallahu anhu, sa u bën 14 e gjysmë. Thuaj 14, domethënë, rreth 12 vite. Të tjerat Aliu dhe 6 muaj prej tyre i ka sundu Haseni, djali i Aliut. Me këtë është plotësuar 30 vjeçari. Pra, 1/3 e këtij pushtetit profetik që ka deklaruar pejgamberi alayhis salam e ka pas Umeri në dorë.
zgjerimet më të mëdha territoriale janë bërë në kohën e Umerit radhiyallahu anhu. Pushteti domethënë më i frikshëm thon ndryshe, sepse sfidoi perandërit më të mëdha të botës, ishte në kohën e Umerit, por Umeri ka ardhur me vizion të qartë. Ne do të përmendim që Umeri do të jetë lideri ose do të jetë drejtuesi i cili ka ndërtuar Bagdadin ose ish Babilonia me një projektim, me një projekt konciz, me rrugë, me domethënë me ndarje me gjithçka tjetër. Ndërtoi një qytet të tërin, ai i cili e ka ndërtuar Bagdadin, domethënë, dhe Bagdadi ka qenë mrekullia e botës u qunde. Do të ishte pikërisht zotnia i nderuar Umeri radhiyallahu anhu. Por këto ndërtime ai bëri kur zbatoi drejtësinë. Dhe t'jeni të bind vëllezërit e mi, pasha Allahun, se nuk duhet më u betu se e kena bo si tradit këtë pjesën e betimit si për të kriju ndoshta në i herë domethënë një lloj sigurie për të thënë tjetrit. Nëse personi nuk e ka dert tek vetja, nuk ka ndërtu veten e vet, nuk ka eduku veten e vet, faqidu shay'i la yu'ti, ai i cili nuk e posedon diçka nuk mundet me të dhënë më vëlla. Është i sot i shkresht me i kërku i fukaraj, a kene i lek me mnimu? Po ti e di shumë mirë ai s'ka. Dëshirën e kam, thot unë. Po dëshirën po, në rastin konkret ne nuk duam dëshirën. Në rastin konkret domethënë ne kemi nevojë për fakt, që ti ta bësh fakt. Dhe Umeri ka ndërtuar veten, ka edukuar veten, se s'mund të edukonte brezat pa edukuar veten e vet. I fliste vetes ti thot vazhdimisht, që ndronte pra kur adhuronte Allahun me veten e tij, i fliste vetes, a të ka qelluar me i fol një herë vetes, apo të quajnë budalla, se thon, të fol me veten, ka filluar të fol me veten. Nuk është kusht ti flasësh, po ti drejtohesh vetes tate, ora çfarë bën, ti ku jeta. Si e kalove ditën e sotme? E xhumaja që kaloi sot nuk vjen më. Do të vjeri prap. Por në ditë gjykimit për dhënë llogari se çfarë vepruam këtë ditë xhumaje. Ora jemi të gjithë gabimtar, me patjetër jemi gabimtar. Çfarë mund të bësh për të përmirësuar? Kjo është pyetja. Se që jemi gabimtarë dhe e dimë, nuk kemi nevojë të na sqarojë dikush. Që jemi të mangut atë e dimë, nuk kemi nevojë të na sqarojë dikush. Por çfarë kemi vepruar vëllezën? Atë duhet domethënë t'ia kujtojmë vetes në mënyrë të vazhdueshme. Çfarë realizuam në jetë? Çfarë u përpoqëm në jetë? Omeri edhe kur u largu nga jeta e kësaj bote, i dha më tjerëve. I dha modelin e drejtësisë, atë që e përmendëm sot domethënë edhe në hutbë. Që Zoti thot pra uj'alni lil muttaqina imam, uj'alna lil muttaqina imam, dhe na bëj për të devotshmit prijes. Shembull, model. Edhe në vdekje dha modelin. I kërkoi zonjës së nderuar Aishës radhiyallahu anha dhe i thot: "O Aishë, unë po vdes, sepse u plagos, nuk po i paraprim ngjarjeve." Thot: "A do më lejojsh, a do më kishe leju ti mu që të varrosesha këtë dy shokët e mi, pra tek pejgamberi alayhis salam dhe tek Abu Bekri?" Thot Aisha, thot: "Atë vend e kisha rujt për veten time, se i dhomër, disa ishte dhoma Aishës. 3 ishte gjithë shtëpia e pejgamberit. Ajo që quhen ndryshe domethënë hyxhere ose dhomat shtëpitë e pejgamberit. Ka ishte shtëpia e pejgamberit. 3 po thujmë 3-4, 12 metra katror. Ajo ishte edhe kuzhinë, ajo ishte edhe dhomë pritje, ajo ishte edhe dhomë gjumi, por aty edhe për t'u la, ajo ishte. Sepse nevojat i krynin jashtë, domethënë. Aty në këtë dhomë i zhvarros pejgamberi alayhis salam, i zhvarros dhe Abu Bekri, tashmë kërkon dhe Umeri. Kur kërkon Umeri, Aisha i thot: "Vallahi kisha rujt atë vend për veten time, por po t'jap ty prioritet." Shifni tash. I thot të birit: "O Abdullah, djalit vet." I herë i thot që kur shkojsh mi kërku Aishës, mos i thuaj që më ka çu prisi besimtarëve, se unë s'jam prisi vetes mos sot, përse jam të vdek. Nuk jam prisi vetes time, jo për të qenë pries për besimtarët. Thot thuaj thjesht, ka thonë Umeri,
Sot normalisht njerëzit domethënë nuk është se ti ruajnë shumë këto epitetet për shembull. Flet me dikë, do të i flasësh me respekt sepse ti respekton veten kur respekton tjetrin. Pra jetu fol me i hoxh, mos i fol në emër se është turp. Jo turp, nuk jetu ulat aty. Ti ul veten tënde. Se jetu fol me një titullar, domethënë të jepi atë që i takon. Edhe këtyre domethënë, çfarë i thot Umeri, unë nuk jam sot prijes më për besimtarët. Thuaj thjesht Umeri. Dhe pasi i merr leje, i thot birit prap para se me vdek, o bir, noshta ishja për mos me ma prish shefin mu, ka thonë të varrosat Umeri, s'ka desh me ma prish shefin, po noshta nuk e ka me zemër i diçka tjetër, ndaj kur të vdes, shkojsh ta pyesësh prap. Shkojsh ta pyesësh prap se Umeri do më u varros me hallallik. Po të tha ishe që vallaj se kom me qef me vrap me babën atje ku varrosën gjithë robt, ku varrosën gjithë muslimanët, me vrap atje të varrosësh. Po ky edhe kur ashtu vdek, por edhe pasi vdes, ky t'jep model më zotni. Është model se si duhet jetë besimtari, edhe në çastet e vdekjes si duhet jetë, dhe se çfarë do të lesh model pasi të largohesh nga jeta e kësaj bote, për gjithçka. Model. Umeri radiallahu anhu ka jetu aq sa ja caktoi Allahu plot 63 vite në këtë dynja. Por kur tregon detajet jetës së tij, duket se përballesh me një person i cili ka jetu 200 vjet. Ka aq shumë detaje, aq shumë ngjarje, aq shumë ndodhi, sa thu ky zotni më vëlla, ka pas kohën e herë me flet. 63 vite i ka bo në ditë ky domethënë vetëm përpjekje apo edhe ka flet ndonjëherë. Se ky ka shku dhe maxhillik. Domethënë ku e gjente gjithë këtë energji? Një muaj para se me ndru jetë, thotë është ul mbi një grumbull rëre. Dhe teksa që ndronte aty, ngren durët nga qielli dhe thotë o Zot, kockat më janë dobësu. Unë kam filluar të më dhem kocka. Thinjat më kanë pushtu kokën. Fjala s'po më shkon mos si më parë, ndaj o Zot, më merr shpirtin duke qenë i kënaqur prej meje. Më merr shpirtin duke qenë i kënaqur prej meje, në tokën më të dashur tek ti, si shahid, si dëshmor. Thot Hafsa radiallahu anha bia, thot nuk e kuptuam fjalën e Umerit derisa u vra. Sepse mendonim se Umeri po kërkoka në Medinë, në qytetin e pejgamberit, po kërkoka luftë. Ndërkohë që Allahu me madhnit vet ia plotsoi gradën e shahidit me një formë tjetër, edhe pa u bë luftë në Medinë. U vra, e vërtet, ai u vra, por nuk u vra duke u bë luftë në Medinë. Kjo ishte një pjesë e vogël e asaj që do të përmendim për jetën e Umerit radiallahu anhu dhe virtytet që ky zotni i nderuar mbarte. Elusim Allahun xhelle xhelalu të na bashkojë me të, na bëj prej atyre të cilët e kanë model në këtë botë, atë të gjithë shokët e profetit alayhis salatu wassalam, por mbi të gjitha dërgumin e Zotit. Elusim Allahun xhelle xhelalu të na mundsojë të edukohemi me edukatën e tyre. Elusim Allahun subhanahu wa taala të mos dalim prej kësaj xhamie vetëm se me gjunahet falura, me taubat pranuar, me lutjet për refuzuara. Dhe sikur se na mundsoi më umbledh në këtë natë begat, në këtë vend begat, na mundsoi më dhnushmi Allah që të gjithë bashku bashkë me familjet tona të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.